Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi i enjtë 2 tetor 2025. Dashi. Sot mund të kapërceni lehtë një mashtrim. Një takim kalon, por në përgjithësi dita është e mirë edhe sepse ju lejon të hiqni qafe disa gjëra të së shkuarës. Ndryshimi i rolit së shpejti. Demi. Nëse keni shumë biznese, do të jetë e rëndësishme të bëni një zgjedhje përfundimtare brenda 2 muajsh. Ju ende nuk dini se ku t'i drejtoni energjitë tuaja. Në dashuri pa vendosjet e mundshme. Binjakët. Bashkëpunime të reja, një horoskop i rëndësishëm. Edhe nëse ka pasur një ndarje në të kaluarën, mund të filloni përsëri dhe të arrini më shumë. Gaforja. Nëse jeni duke kërkuar për një përgjigje, sot ajo do të vijë. Nëse mund të parashikoni të gjitha gjërat që dëshironi të bëni sot, nuk përjashtoj që ekziston edhe një propozim i mirë. Ju mund të hapni një mosmarrëveshje ose mosmarrëveshje për paratë. Luani. Butësia kthehet, një njeri ose një mendim për të kaluarën me rrjedhë. Punë e re edhe nëse paratë janë akoma të ulta. Virgjëresha. Ruani qetësinë sepse është një ditë e vrullshme dhe mbase pak e ashpër. Më të rinjt mendojnë se po shkojnë diku tjetër, një revolucion që ata mendojnë se ka lindur nga brenda. Peshorja. Sot ju mbani timonin e kontrollit në familjen tuaj, ku mund të thithni pak ajër të ashpër. Konfuzioni mund të krijojë shumë shqetësime, ka shumë gjëra për të bërë dhe ka pak kohë për të vepruar. Akrepi. Jashtë ditës së pasdites, rreziqet dhe situatat tepër të rrezikshme nuk rekomandohen. Këshilla që duhet të ju jap është të qëndroni të qetë. Shigjetari. Mos u ndalni në punën tuaj nëse rezultatet e para nuk janë ashtu siç do të dëshironit, prisni disa kritika të ashpra. Në dashuri ka keq kuptime, por edhe sepse gjithmonë gjen njerëz që të qëndrojnë përballë. Britqapi. Ju mund të keni disa shenja mërzitje nëse keni qenë në një lidhje për një kohë të gjatë. Me ujorin dhe shigjetarin disa probleme. Ujori. Nëse ka ndonjë keq kuptim në çifte, do të jetë e përshtatshme të jesh i kujdesshëm. Kjo ditë, përveç se raporton një rënje të lehtë, ju shqetëson shpirtin. Peshqit. Shpresoj që mund të vijë një puthje e mirë, një përqafim, por realiteti është që ju dukeni mjaft të padurueshëm dhe të gatshëm për të matur çdo fjalë të partnerit. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.